Kohët e fundit qarkullojnë në rrjetet sociale foto edhe video, janë dy raste në fakt, të disa grave të mbuluara me shami, e cila pretendohet se janë nga kampi i Mujahedinëve, të cilat rinë pranë furgonit duke përpjekur që të tërheqin edhe të afrojnë fëmijët pranë tyre. A ka vend për panik? Po, çdo gjë që mund të ketë element shqetësues, përveçërisht kur lidhet për fëmijët dhe për sigurinë e tyre, ka element të cilët mund të themi duhen verifikuar. Po jo panik, sepse paniku është diçka kur krijon një lloj konfuzioni dhe është më i keq se sa rreziku. Edhe kur përmendim organizatën e Mujahedinëve, duhet të jemi të kujdesshëm për aq kohë sa nuk kemi të dhëna zyrtare, sepse implikojnë problemin. Por megjithatë, ato videot apo pamjet e shfaqura në rrjetet sociale kanë qenë shqetësuese për faktin që një uniform me ngjyrë klasike që kryesisht shkon dhe përkon me këtë lloj organizate që ju them. Folur në gjuhë të huaj, kryesisht duke tentuar në gjuhën angleze, tregon edhe një herë që nuk janë vendas, po janë të huaj. Dhe e treta, prezenca e tyre, duke tentuar të takojë fëmijët pa prezencën e prindërve, dhe të pa autorizuar, patjetër që përbën një rrezik apo që do një hetim për të kuptuar qëllimin, kush janë pas, janë individ, janë organizat apo janë një sekt fetar. Edhe mungesa e identifikimit tyre nuk mbajnë begjëra, mjetet e tyre janë pa logo, një pjesë e tyre ai furgon që u ekspozua me ngjyrë të kuqe kishte edhe xhamat e zi, që e rrit dhe më shumë dyshimin për faktin që kërkojnë të fshehin identitetin, por njëkohësisht të fshehin edhe çfarë kanë brenda atij furgoni.